Përshëndetje, sot po përgatis revani tepër të shishme dhe për këtë recetë na nevojiten 6 vezë të plota, 13 lugë të gjellës me sheqer. Pastaj sheqer vanilje ose arom vanilje. Krejt përbërësit i rrohi mirë me mikser. Për revania me ju të bë e mirë, duhet pak ma gjatë me rra me mikser, derisa të shkumohet edhe të na bëhet një shkum e bardhë edhe e trash. Ju do ta kontrolloni për 6 minuta, ndoshta muj me thonë që do ta keni gati, pra e vëreni tash, është formuar shkuma e bardhë edhe e trash. Këtu do të shtojmë një pak o pluhur për pjekje. Mandej shtojmë grizë gruri. Është kjo grizë që përdoret për me përgatit pra ushqime për fëmijë, për bebe. E gjeni shumë lehtë, 200 gram grizë gruri. Mandej e shtoj miellin 10 lugë të gjellës me miell. Edhe krejt vazhdojmë i përzim me lugë, tash nuk i përzim më me mikser, për shkak se dëshirojmë që ëmbëlsirat na bëhet më e butë, edhe vëllim të ketë, pra gjatë pjekjes mos t'i bie vëllime. Pasi që e kena përzim mirë, vazhdojmë edhe e marrim tepsien ku e kemi li mas pari me margarin, edhe tash e hedhim brumin e ëmbëlsirës dhe revanian do ta pjeki në temperaturë 150 gradë për afërsisht 25 minuta. Besoj që do t'jenë të mjaftueshme për me pjekë të ëmbëlsirë, por prap ju do ta kontrolloni gjatë pjekjes, edhe kështu e lam që të piqet. Pasi është pjek revania, tash e shpojna në disa vende, e mandej do ta la me uftof për afërsisht për 5 minuta, jo ma shumë se 5 minuta, edhe vazhdojmë e shtojmë shërbetin ose qumshten, pra 1 litër qumsht mjafton për këtë recetë. 1 litër qumsht e hedhem, pra qumshti duhet me qenë në temperaturë dhome, jo nga frigoriferi i ftoftë. Edhe tash ja hedhem 1 litër qumsht. Me njëherë pas qumshtit, po shtojna edhe kokosin, edhe kokos i shtoj mjaftueshëm, sepse më pëlqen shumë, prandaj edhe i shtoj. Kokosi gjithashtu do të ja jep një shije tepër të mirë revanias. Kjo është receta që kishim përgatitur për sot. Do ta mbani në frigorifer, edhe pasi të ftohet, do të vazhdoni edhe do ta hani. Pra do ta ndajmë në pjesë të vogla edhe me një tepsi, pra do të ketë ëmbëlsirë për të gjithë. Bëhet tepër e mirë edhe e shishme, edhe me pak harç. Krejt në fund tash kena me po qysh është duk revania, edhe vërtet ju them se ju shijon shumë. Revania është gati, e shikojmë, pra është bërë e mirë, edhe kështu ka dalë taman e trash. Edhe çka t'ju them tjetër, pos që ta provoni këtë recetë sepse bëhet shumë e mirë edhe e butë. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për sot, shihemi me receta të tjera. Mirëmbëjtje.